Përshëndetje të nderuar shikues, jeni në emisionin On Time në televizionin Koha, në Maqedoninë të Veriut, edhe në këtë cikël zgjedhor i cili pritet të mbahet pas zgjedhjet lokale në tetor të këtij viti, do të kemi zhvillime dhe koalicionime të reja sikurse vitin e kaluar, ndoshta edhe paksa të pakuptimta. Me sa kemi parë, pra në këtë javë, zotëri Taravari dhe partia e ASH-s janë larguar nga koalicioni Vlen. Se çfarë do të bëjnë ato tutje, si do të shkojnë pra në zgjedhjet e ardhshme lokale, a do të kemi zgjedhje parlamentare dhe shumë tema të tjera, do të diskutojmë sonte me analistët zotërin Kenan Aliu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Zotëri Valon Bela, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Dhe Latif Arifin, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Zotëri Aliu, si komenton këto lëvizje të fundit? Pra me një farë mënyre u shkoput koalicioni Vlen, kemi një ndarje, zoti Taravari më nuk është pjesë e atij koalicioni, kanë mbetur vetëm 3 parti dhe zotri Qoku në Vlen. Pse erdhi deri te kjo? Shikoni, tani të jemi realist, duhet bërë një digresion këtu, edhe pse epilogu mund të jetë një pavarësi, një veçanti e Aleancës për shqiptarët, por aktualisht, për të thënë realitetin, nëse i referohemi fjalorit thotë se një koalicion është një lidhje partish. Në lidhje në partive, të cilët kur e kanë bërë atë koalicionim, kanë pasur një synim, dhe ai synim ka qenë si rëndom, si që preferojnë teoritë e partive politike, ardhja në pushtet. Në aktualisht ka një mjegullim këtu. Nëse i referohemi konkluzionit të Kuvendit Qendror të Aleancës për shqiptarët, aty në mënyrë taksative thuhet se autorizohet kryesia të bëjë negocimin, bisedimin në brenda koalicionit Vlen deri në shterjen e tyre. Pra nuk ka një organ meritor statutar ndonjë vendim që ata të themi se të dalin nga ky koalicioni i quajtur Vlen. Andaj, partitë që thirren aktualisht në Vlen, ata nuk kanë mundësi, jo vetëm ata, pra praktikisht nuk kanë mundësi në një lidhje, në një koalicion që dikush të ulet dhe të merr vendim për ta përjashtuar njërin nga antarët e përbërësit të koalicionit. Pra ata thanë në mënyrë taksative se është vetë përjashtuar Aleanca për shqiptarët. Nga ana tjetër, zoti Arben Taravari dhe përfaqësuesit e Aleancës për shqiptarët thonë se ne nuk jemi larguar. Dhe kjo është ajo mjegullnaja që ekziston aktualisht. Si të zhvillohen punët më të tjerë, duhet të presim dhe të shohim. Ndërkaq, këta nuk duhet, ne jemi këtu për të shtruar edhe tezat se nuk duhet në opinion të shtrohen këta veprime, këta sjellje si aq dramatike sa që ata rënojnë diçka. Praktika, historiku i zhvillimeve politike në Maqedoninë e Veriut dhe gjithkundi në botën demokratike ka dëshmuar se kësaj akrobacionesh, si shtirin ju si gazetar, si moderator, janë praktikohen edhe të praktikohen edhe më të tjerë. Çështja është se kur subjektet politike bëjnë detronizim në skenën politike, ata elektoratit të tyre, apo në rastin konkret shqiptarëve, au etablojnë një kauzë konkrete për të cilën ata duan të shkundin skenën politike, apo thjesht këta akrobacione politike i bëjnë për interesat e tyre, të klaneve të tyre, apo të partive politike të tyre, që për partitë edhe është e natyrshme ajo, apo bëjnë për interesat ndaj edhe gjithë kemi të njohur se politika thuhet në teori se është arti i së mundshmes. Ka teza që thuhet se politika është edhe arti i së pamundshmes, sepse kur ti zbaton diçka që në shikim të parë duket e pamundshme, dhe aty shifet ai sensi dhe intelekti politik i një grupacioni, një lideri apo i diçka e tjetër për ta zbatuar. Pra, diçka një art i pamundshmes. Dhe këtë ta rregullaksoj mendimin. Pra, unë thras opinion publikun shqiptar
që të mos i marrin këta gjëra aq me dramaticitet, sepse fjala është në tetor për zgjedhje lokale, e zgjedhjet lokale gjithsesi kanë sensin edhe të vetin politik, por mbi të gjitha ata në botën demokratike konsiderohen si zgjedhje administrative. Dhe në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet administrative, kohabitimi mes subjekteve politike ka njerë është i natyrshëm, ka njëherë është edhe duket i panatyrshëm. Megjithatë, interesi për të fituar një komunë, për të fituar pushtetin lokal, ata bëjnë bashkëpunimet e tyre dhe këta bashkëpunime janë bërë edhe në të kaluar, edhe do të bëhen edhe tani, edhe sado që të ekzistojë kjo botë me demokraci. Zotri Bela, cili mendon se ka qenë në të vërtet shkaku i ndarjes së këtij koalicioni? Pra, e dim dhe me mësu se gjithmonë ajo që flitet para kamerës zakonisht ka një prapavi. Si pasysh, cili është shkaku i vërtet i ndarjes së koalicionit Blen? Fillimisht, ne duhet merremi me deklaratat të cilat janë dhënë nga akterët të cilat i keni përmendur, dhe më konkretisht, nëse e keni fjalën për zotrin Taravari, në rrafshin e veprimtarisë politike ajo ka logjik, ka sens, sepse zgjedhjet lokale nga një subjekt, me qenë se flasim për ashën e zotit Taravari, përfshirja e sa më shumë personave të atij subjekti në listë nënkupton që ti të marrësh sa më shumë vota. Po, këtu ishte edhe ajo logjika e zotrit Taravari. Kurse sa i përket pikës 2, që unë e konsideroj problematike, qasja që ju dha nga vleni i mbetur, nga subjektet e mbetura në vlen, ishte një papjekuri politike. Mu për ata që tha zotri Aliu se zgjedhjet lokale nënkuptojnë do mos bashkëpunim të tërthort, sidomos në rrethin e dytë. Prandaj edhe partitë politike duhet të evitojnë deklaratat ekstreme, ku përfshihen edhe fymje madje. Pse? Se ja vjen një situatë e tillë ku duhet të ulen, të bashkëpunojnë e pastaj do duhet ti gëlltitin fjalë pikërisht këta ekstreme ose fyrje dhe në fund s'duhet harruar se si ndjehet qytetari. Paramendo kur shek si zigzaket të subjekteve politike. Megjithatë, partitë politike përmes vendimeve përçojnë edhe mesazhet e qytetarit, që para se gjithash është edhe edukues. Dhe si do të dihet qytetari kur kemi të bëjmë me kësi akrobacione, siç i thatë edhe ju. Prandaj, partitë politike duhet ta konsumojnë një politikë të pjekur ku edhe në rast të ndarjes ne duhet t'i urojmë më të mirën, sepse shifni, e ardhmja nuk dihet, e ardhmja mund të na sjellë edhe do një bashkëpunim eventual. Mirë, po kur ju ndaheni me të mirë, ju lini një shteg, lini një derë qelë për bashkëpunim në të ardhmen. Sakt. Zotri Latifi, ju cilat mendoni se kanë qenë shkaqet në të vërtetë dhe janë të arsyeshme këto lëvizje që përbohen nga zotri Taravari? Shifni, ngjarjet e ditëve të fundit sigurisht se nuk janë edhe shumë të hishme. Realisht unë nuk prisja se do ketë zhvillime kaq të hofshme, për shkak se nëse kthehemi në kohë një vit para kur edhe u formu ky koalicion, ky ishte një farë shprese për ndryshim, edhe ashtu u proklamu si një koalicion për ndryshim dhe që realisht gjithë qytetarët prisnin mbas një pushteti prej më tepër se 20 vjeç duheshte të ndjehen të lirë, të votojnë të lirë, sepse fundit edhe ndryshimi është mirë edhe për shoqërinë, po edhe për vetë partitë politike që të përmirësojnë gabimet cilët i kanë bënë të kaluar, të rinovohen brenda dhe unë mendoj se si ndryshim çfarë u bë, ne duhet të analizojmë se çfarë realisht ndodhi para se të ndodhte ky koalicion i Vlenit, para se këto parti të bëhen bashkë. Nëse i referohemi ngjarjeve të para një viti, parafërsisht ishte një situatë dramatike siç është edhe tash, ku për çdo ditë kishte lutje ndaj zotit Taravari që t'i bashkohet këtij koalicionit ndryshimit
dhe ai, ashtu si që dime, dhe mori më në fund një vendim, çfarë nuk duhet të harrojmë edhe të nënvlerësojmë guximin e atij, është një fakt se zoti Taravari me partinë e tij ishte në pushtet. Dhe ai, duke qenë në pushtet, sakrifikoi, doli nga pushteti, u bë bashk me grupin tjetër të partive opozitare dhe i dha një frymë këtij koalicioni dhe për herë të parë partitë politike shqiptare që ishin në opozit arritën të marrin mbi 107.000 vota, që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Por një gjë, unë jam shumë i sigurt, po besoj se dhe Valoni dhe Qenani dhe gjithë opinioni pajtohen, se nuk ishin ato gjitha votat zotit Taravarit, zotit Bilal Kasamit, Izetit ose të alternativës. Ato vota më tepër ishin vota dëshprimi për një pushteti shumë gjatë edhe ishin vota anti-BDI. Dhe që këto arritën fale dhe ndikimit nga jashtë, me thënë ndihmës çfarë u dha edhe lëvizja vetëvendose, arritën të krijojnë një frymë dhe të bojnë një numër kaq të madh të votave dhe megjithatë gjitha subjektet politike që e formuan vlenin kanë qenë pjesë e koalicionit në BDI-s ose pjesë direkte e Bashkimit Demokratik. Gjitha partitë është shumë e vërtetë se në një kohë kanë qenë, më thonë edhe kanë dalë, po nuk duhet të nënvlerësohet guximi i zotit Taravarit duke qenë parti, sidomos edhe ajo pjesa ku edhe ndërmes miqve u kriju një ndarje, një hendek, bashkë me ishte melusin e Aleancës për Shqiptarët me Zjadin Selën, dhe ky, duke qenë qeveri, doli të bëjë një garë, të bëjë një luftë për të hyrë në qeveri bashkë me këto. Dhe unë mendoj se ky është fakt shumë i rëndësishëm që duheshte edhe sot, kur ndodhen kjo ndarje brenda vlenit, duheshte këto subjekte të cilat e formojnë vlenin, duhet ta kishin në konsiderat. Sidomos trajtimin që duhet të ja bojshin zotit Taravari dhe partisë së tij. Unë nuk them se duheshte t'ja jepnin shumicën e komunave dhe për më tepër, nëse Valoni ju referua mbledhjes fundit kuvendit, konkluzionet e atij kuvendit me sa di unë ishin se këto as u vetë përjashtuan, as ato i dhanë një mundësi që të mundohen deri t'i shterin mundësitë e fundet koalicionimit. Megjithatë, praktikisht nga liderët tjerë të vlenit, ju tha zotit Taravari se nuk do të pranohet pra opsione për listat kur ka dhe bisedime, unë mendoj se duhet të vijë edhe të një marrëveshje dhe marrëveshja donte kohë për më tepër kur zgjedhjet nuk i kishim nesër mbasdere. Zgjedhjet janë diku në tetor ose në ndor dhe prandaj është shumë herët ky fesat, shprehem, që ata e banë. Për më tepër, kur zoti Taravari nuk i mbylli dyert e kërkimit një bashkëpunimi. Dhe ai e la këtë derë hapur dhe tha ne do t'i shterim gjitha mundësitë që të vazhdojmë me vlenin. Tash, pse ndodhi ndarja? Dikuj i nguteshte. Dhe ne kemi dëgjuar javë të fundit deklarata që thjesht mua si publik, si votues, nuk më kam pëlqyer. Për shembull, ishte një deklaratë e zotit Bilal Kasami, po deklarata të tilla ka pasur edhe nga ana e zotit Mexhiti, duke u munduar të vënë ultimatume dhe data që ata duhet të marrin vendim, dhe ky ishte një presion që u bështe. Pastaj ajo teza se ky që ka takuar me Ali Ahmetin, ose edhe kjo ishte mendoj e tepërt, se këto nuk i lanë edhe hapësirë zotit Taravari. Dhe këto u ngutën në mënyrë të njëanshme dhe dolën mbas vendimit të zotit Taravari që sipas tyre me drejt kërkonin që në listat për këshilltar të garojnë me lista të veçanta dhe sipas tyre mendoj se deri diku edhe kishin të drejtë. Është e vërtet ajo që do humbshin disa këshilltar, po megjithatë angazhimi i
aktivistëve të gjitha partive që formonin Vlenin sigurisht do ishte më i madh dhe do iknin një mundësi tjetër të kishin, ata që përfundoj, mos kishte pakënaqësinë brenda, se kur gjitha partitë do të krijonin një listë për shembull prej 17 këshilltarëve dhe brenda partive do kishte shumë pakënaqësi, kështu që partitë do kenë mundësi të kenë më tepër lista edhe më tepër aktorë të kyçur në këto listat për këshilltarë. Zotri Aliu, një nga shkaqet kryesore të cilat fillimisht e tha zotri Taravari se është si arsye ka qenë mos funksionimi i koalicionit Vlen dhe pakënaqëshmëria e qytetarëve për funksionimin e koalicionit Vlen. Nëse zotri Taravari ka kuptuar se koalicioni Vlen nuk funksionon dhe tani shkëputet nga Vleni dhe në të ardhmen hipotetikisht i bashkon forcat me BDI-n apo Frontin Evropian, a jep të drejtë kjo zotri Selës, pra a e ka pas me të drejtë zotri Zedin Sela, kur në zgjedhjet e kaluara u rreshtua me Frontin Evropian dhe nuk garoi as i vetëm as me Vlenin. Dëgjoni, tash fillon nga e para. Ideja e Aleancës për Shqiptarët dhe zotit Taravari, duke u referuar nga ajo që kemi dëgjuar nga prononcimin e tyre, që kjo parti që ka dhënë në summit, mini summitin e Vlenit me këta kryetarët e partive se të shkojnë me lista të veçanta. Kjo ka qenë një ide dhe këtu si ide nuk ka asgjë dramatike, sepse çdo model zgjedhor, çdo koncept, çdo mënyrë e garimit i ka përparësitë dhe mangësitë e veta. Andaj, ata kanë çmuar se të shkojnë ideja se të shkojnë këta partitë e Vlenit me listat veçanta për anëtarë të këshillave, sepse listat për anëtarë të këshillave zgjidhen sipas modelit proporcional, do të ishte më favorite për ata. Nuk janë pajtuar këta subjektet. E tani, ideja që vetëm Aleanca për Shqiptarët të shkojnë, ajo shkëput një raport të funksionalitetit të Vlenit. Megjithatë, patjetër ne jemi këtu në formën, në formatin të njohjes së çështjeve politike. Duhet të themi se kjo kakafoni që ndodhi brenda Vlenit me qëndrimin e Aleancës për Shqiptarët, të kryesuar nga Arben Taravari, nuk ka ndodhur për shkak të mos pajtimit të ndarjes së komunave, cila komunë, cili subjekt politik do t'i takoj për kryetar komune. As për në listat. Kjo është marrë si pretekst. Gjykimi im është se sikur 2-3 muaj pas konstituimit të qeverisë ka një diskoordinim të leadershipi i Vlenit. Këtë thotë zoti Taravari. Këtë zoti Taravari e tha për herë parë në emisionin 360 shkallë. Do me thonë, bile a i tha se kitë desinkronizim shifet nga 100 km, i pata shkruajt me një shkrim, jo nga 100 km, nga 200 km shifeshte se këta nuk janë të sinkronizuar si duhet, nuk janë të koordinuar si leadership, mirë po, ajo që është indikative të gjithë të parët e partive të Vlenit, të zoti, këta nuk i kam dëgjuar, unë si kam dëgjuar, të thonë një fjalë mos pajtuse me mandatarin me kryeministrin Mickovski. Të gjithë janë referuar dhe janë prononcuar se gjoja se kanë raporte të shkëlqyeshme. Kjo nuk është e mundur. Këta janë veç shpalosur, sidomos nga disa prononcime të zotit Taravari, mikut tim, se kemi raporte të shkëlqyeshme. Pra, këta u veç shpalosën se nuk kanë koordinim në mes vete. Sepse me kryeministri, në fakt, është kryeministri Mickovski ai që mund të ketë lëshuar në një sidro për të spirancuar etablimin e Vlenit si forcë politike, si koalicion në qeveri. A e dini ju se në organogramin e shteptit Vleni nuk i ka etabluar gjitha resurset që i takojnë sipas marrëveshjes së ndarjes së tepsisë së pushtetit. Pse? Dhe tani, pse? Ndoshta këta kanë mos pajtueshmëri lidhur me resurset kadrovike, ka precizitete. Unë e admiroj pragmatizmin e zotit Bilal Kasami, edhe Izet Mexhiti dhe zotit Zeqiria Ibrahimi. Edhe kanë përvojë politika ata, por si duket në paraqitje janë më kapricios se zoti Taravari. Shikoni,
edhe pse unë e kam shok Arben, të gjithi i njoh, por më shok e kam Arben Taravarin në raporte të shoqërisë këtu. Megjithatë, më ka rastisur t'ia them edhe në tavolinë disa gjëra. Ta dekriptojmë personalitetin politik, politikanin Arben Taravari, jo Arben Taravari aktualisht më duket si një politikan i paparashikueshëm. Ai nuk e di a profesioni si një profesor doktor neurolog apo dhuntie Zotit është i ka falë një qetësi absolute. Ai njeri nuk shpërthen, nuk emocionohet, nuk nervozohet shpejt. Ka një megjithatë në disa deklarata nuk ka konsistencën e plotë. Dhe Arben Taravari si politikan është i paparashikueshëm deri në minutën e fundit. Gjithë ki akrobacion, dëgjoni çka u them. A është veti pozitive kjo apo negative, zotëri Ali? Tash të tregoj se është veti pozitive. Këta akrobacione që po mos konsistenca edhe i paparashikueshmëria është pozitive. Jo, Arben Taravari nuk është, jo se është jo konsistent. Ai qëllimisht paraqitet me diskursin e tij jo mjaftueshëm i artikuluar, sepse bën zigzaget. Dhe këta akrobacione që po bëhen tani, nëse do t'i dalin në favorin e forcimit të Aleancës për Shqiptare si parti politike, atëherë Arben Taravari do të dalë lojtar i madh. Jo vetëm pse për forcimin e Aleancës për Shqiptare, ose do të tregojë miopi politike. Nëse i dështon sepse në gjimnastik përdoret termi akrobacion. Kur akrobacioni del i suksesshëm, të gjithë duart trokasin. Por kur akrobacioni dështon, ti shkon në theqafje. Them qafën në politikën. Pra, Arben Taravari tani, a dini ju se informacionet e mia flasin se deri para zgjedhjeve lokale do të ketë një detronizim të skenës politike në aspektin e rireshtimit të forcave politike. Ku mund ne si opinionist këtu të konkludojmë se është vetë shpërbëll vlerë? S'mundemi ende. Nuk ka vetëm retorika politike, nuk ka faktes. A dini se grupi parlamentar sot është prononcuar, grupi parlamentar sot u prononcu, derisa në parlamentin e Maqedonisë Veriore nuk ka vendim posaçëm se grupi parlamentar nga 5 deputet i Aleancës për Shqiptarët do të veprojë si grup parlamentar i veçantë, ti nuk ke shpërbërje të vlenit. Zotëri Ali, patëm deklaratën e 3 krerëve politik të vlenit, pra zotit Izet Mexhiti, Bilal Kasami dhe Zeqelia Ibrahimi. Po nuk thani përjashtuar. I vetë përjashtuar. Jo, u vetë përjashtuar. Kita nuk jemi vetë përjashtuar. Po nuk e di çfarë duhet më shumë. Besjan, grupi parlamentar, derisa ka një grup parlamentar me vendim të Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut si vlen, ata, sepse grupi parlamentar është arkitektura e funksionimit që do të thotë arkitektura që mbështet qeverisjen. Pra, këta janë endejën deklaruar janë një grup parlamentar. Në qoftë se do të kemi riorganizim grupi veçantë parlamentar, atëherë ajo do të thotë se është veç funksionimi i Aleancës për Shqiptarët si subjekt i veçantë dhe do të thotë se nuk do të jetë në kondita të funksionimit si koalicion me vlenin. Derisa është grupi parlamentar troç, funksionimi do të jetë në kondita të mbështetjes qeverisë. Mos harro deklaratën e sotshme të kryetarit Lëvizjes Besa, i cili tha se do kërkojmë prej kryeministrit të rishikojmë pjesëmarrjen tonë qeverisë i vlen. Më thënë të rinegocojmë pjesëmarrjen në qeveri. Kjo nënkupton se cilën marrëveshje, ku i keni lexuar ato marrëveshjet? Ato janë vetëm bisedat. Marrëveshja e një koalicioni qeveritar është programa e qeverisë. Gjitha tjerët janë broshkulla. Ku është ajo marrëveshje që duhet ta rishikojnë ato? Përveç se bisedave që jo, ideja ishte të përzëm zotin Taravarin nga qeveria. Ajo është retorikë politike, ai ka të drejtë të thotë, pa ai nuk do të thotë se aplikohet ajo. Ku ka interes kryeministri të largojë një subjekt politik? Pavarësisht se ai ka shumicën e votave. Dëgjoni këtu. Zotëri Ali, në qoftë se Arben Taravari ta diskutojmë. Etablon kauzën për ta detronizuar skenën politike me detronizimin e përbërjes qeverisë, ani se ka ai 64 vota si znam edhe si VMRO. Që ti shikoni, këtu duhet të bëhet diçka. Dhe unë kam shpresë se bëhet një lojë pak më ndryshe, sepse
Gjërat këtu nuk janë të etabluara në kushtetut. Barazia e shqiptarëve nuk bëhet me marrëveshjen e liderëve të partive politike. Barazia e shqiptarëve bëhet me aktin më të lartë juridiko-politik, me kushtetutën. Jo siç merren vesh partitë që përbëjnë qeveri. Do të diskutojmë këto tema, zotëri Aliu. Zotëri Bela. Unë thash që zotëri Aliu hap shumë tema, pastaj duhet edhe është i këndshëm bisedë, po besoj s'kemi kohë se shumë tema të qëllume ka hapur. A do të mbetet alianca për shqiptarët pjesë e qeverisë? Ku ishte jo, pyetja më herët që ja parashtrove zotit Aliu, është besoj shumë përmbajtësore. A jep të drejtë Selës? Zotri Taravari deklaroi se në Vlen ka probleme, që do të thotë edhe këto probleme vërejnë prej 100 kilometrave largësi. Mos funksionimi i Vlenit, pakënaqësi të shqiptarëve sipas tij janë bërë 3 sondazhe nga subjekti i tij, për të cilat 70% e shqiptarëve janë deklaruar se janë të pakënaqur nga puna nga qeverisja e Vlenit. Mirë po, hipokrizia e zotit Taravari ishte ndaj kryeministit Mickovski, më saktësisht ndaj raportit me kryeministin Mickovski. Pse? Ai tha se me kryeministrin kemi raporte korekte. Tani diçka s'funksionon këto. Nëse shqiptarët janë të pakënaqur me Vlenin qeveri, çfarë korektësie ke etik me kryeministrin? E kuptoni këtë? E sidomos kur kryeministri del dhe e shuplakon publikisht, edhe ja prish tenderin e parkingjeve në spitalin e Shkupit. Pra ka një konfuzitet nga të gjithë antarët ose ish antarët e koalicionit Vlen. Dhe me këto deklarime që i përmendi edhe zotri Aliu, të antarëve të koalicionit Vlen, me deklarata që i quajnë të papjekura dhe të pamotura, këto tregojnë se janë infantil në politikë. Më tregoni ju, në politikë do ta përmendi tash Sali Berishën, dikur është quajt mjeshtri i koalicionimeve dhe e fiton të pushtetin. Shkon të i mirë të gjithë partit. Një deputet ai, një ky, mirë po u bën të shumicën parlamentare. Paramendoni ne çfarë shembullit keq kemi tash me Vlenin. Edhe nëse ndodh ndarja, do të mendojë që ka hije. Teri dje kanë bashkëpunuar. Sot s'po merren vesh për disa pojna. Dhe në fund, këto po dëshmojnë një hipokrizi të madhe, një dyftyrsi, që në fillim thonin se nuk e kemi për interesa personale. Po për çfarë po përçahen tash? Pikërisht për interesa personale. Jo për hallin e shqiptarëve. Pse? Nëse kryeministri Mickovski në vazhdimsi punson vetëm Maqedonas, as që ka ky halli i shqiptarëve, e që duhet merret Vleni, po për çfarë? Për t'i zënë dorë pozitat këshilltarëve nëpër komuna, për të shit pastaj si Bilali pjesën e monopolit, mos të harrojmë diçka. Ndryshimi i planit detaj urbanistik në këtë kohë, kur ajo pjesë e monopolit është në procedurë gjyqësore, është krim në vete. Paramendo se nesër gjykata mund ta kthem komplet procesin mbrapsht. Çfarë ndodh atëherë? Domethënë kemi ne situata të inkriminuara pikërisht nga disa prej këtyre liderëve të Vlenit, e që tani kamuflohen me kësaj lloj. Unë prej fillimit kam thënë se kjo është vetëm largim i vëmendjes nga problemet e thella që i ka Maqedonia. Ka ndodhur një tragjedi në Koçan. Paramendoni ju, persona të cilët janë përgjegjës në bazë të ligjit, jo në bazë të valonit, në bazë të ekspertëve, profesionistëve që vetë deklaruan, nuk janë marrë në përgjegjësi dhe ne dalim tash marrim me punë sekondare dhe terciare, siç tha Latifi, akoma i kemi larg zgjedhjet lokale, ne kemi bën temë kryesore diskutimi këta zotëri. A kanë përgjegjësi këta? Kanë gënjy atë që një vjet. A duhet marrin përgjegjësi? Me dalë me thonë se mos harro se pyetja jote ishte a kishte të drejtë zoti Sela. Duhet, nëse duhet diçka të bërë, duhet Arben Taravari t'i kërkon falje tani zoti Sela. Ju kishit të drejtë. Edhe pse ai u tregu modest edhe i la dyrë çel bashkëpunimit, si tha Latifi me Vlenin, mirë po ja prej pjesës Vlenit, s'du dëgjojnë më për zotin Taravari. Nëse kjo kulturë politike unë nuk e di. Zotri Latifi, zotri Arifi, më falë, ju si shifni tani punën e koalicionimeve. Nëse zotri Taravari, pra si që po flitet, bashkëpunim, mund të ketë ndonjë bashkëpunim të mundshëm me BDI-n. Mendoni se zotri Sela do të pranoj këtë dhe a është i mundshëm kalimi i zotrit Selës në radhët e Vlenit apo edhe që të bëhet pjesë e qeverisë me zotrin Mickovski?
Ngjarjet e ditëve të fundit sigurisht se do prodhojnë edhe ngjarje momentume të reja. Nga partia e Zotit Taravari, ata ishin shumë decit se nuk I kishin mbyllur dyert për Vlenin edhe ishin në kërkim të një marrëveshje për pjesëmarrjet përbashkët. Po megjithatë, sigurisht se ata kanë edhe plan rezerv, një prej planit të cilën edhe ata vetë përmendën ishte edhe pjesëmarrja në zgjedhje si subjekt në vete, me kandidat për kryetar komunash dhe lista të veçanta, po nuk dihet deri se ashtu si të shtam zgjedhjet nuk janë shumë afër, ka edhe disa muaj, në politik mund ndodhin edhe çuditëra. Ne kemi të freskëta ngjarje të cilët ndodhen televizja Besa, ishte dikur një lëvizje Besa e bashkuar, ata u përshajtan, u shajtan, thien edhe dyer me brava dhe më në fund u bashkuan. Për dallim prej kësaj përçarje çfarë ndodhi dikur, unë nuk mendoj se te Aleanca për shqiptarët ka patur fyrje të kësaj natyre, tash normal në momente të veçanta mund të kishte edhe reagime emocionale, po megjithatë nuk besoj se këtu janë mbyllur gjitha mundësitë. Unë me sa di... Mundësitë për çfarë? Për një bashkim të Aleancës për shqiptarët, me sa di, unë gjithë aktivistët, unë I kam shok, I kam miq, I njoh gjithë, dhe gjithë flasin me njëri tjetrin. Si e shifni bashkëpunimin e mundshëm, apo bashkimin e mundshëm të Aleancës? E shifni me Taravarin kryetar, apo me Zotin Sela? Unë mendoj nëse do ketë vullnet, mendoj se nuk duhet të jetë asnjëri as tjetri. Le të vije, me thënë Aleanca për shqiptarët ka shumë njerëz të ngritur brenda që denjësisht mund të ushtrojnë rolin e kryetarit partisë, për shembull mund përmendi profesorin Halil Snopçe, deputetja Ilire Dauti, për shembull mund të ishte një kompromis. Nuk janë vetëm këto, për shembull është Surjai, ishte deputeti dhe janë shumë figura tjera çfarë Aleanca ka dhe mund shumë lehtë t'ia shtrojnë dorën njëri tjetrit, se ashtu aktivistët e Aleancës janë miq edhe janë shok edhe mjafton vetëm një shtrëngim duarsh ndërmjet Arben Taravarit dhe Zjadin Selës dhe kjo punë mund të krihet. Ne gjithë jemi njerëz dhe gjithë nuk mendoj se duhet t'i kërkoj dikujt falje, po megjithatë mendoj se ne gjithë jemi njerëz dhe për momente mund edhe të gabojmë, po është shumë njerëzore që edhe ne të falim. Tash kush mendoni se ka gabuar zotë? Shif, faji gjithmonë është jetim. Unë nuk kishëm thonë se ka gabuar as Zoti Taravari, as Zoti Zjadin Sela. Për shembull, të ditë kam patur faj për këtë, për shkak se të ditë ishin miq, bën partinë të ditë bashkë dhe për një çështje çfarë nuk arritën të merrem vesh dhe u ndan dhe tash të ditë gabuam për shkak se edhe gabuan të ditë. Jo, a di pse gabuan të ditë? Gabuan të ditë për shkak se vetëm ta përfundoj. Ne duhet që nga themelimi I Aleancës për shqiptarët, ne e dim dhe e mbajmë mend retorikën e Zotit Zjadin Sela se për shqiptarët ishte shumë I nevojshëm ndryshimi, ne jetonim në një monizëm dhe në moment kur ata bën përpjekjen e fundit në 2020 ta ndrojnë BDI-n dhe për pak nuk ja arritën. Për 3 deputet, tash domethënë u ndalën edhe dritat te Komisioni Qendror Zgjedhor, si ka emrin KSZ, dhe diçka shkoi ters. Po sido që të ishte, unë mendoj se Zoti Zjadin Sela, në momentin kur Alia Mehti ishte duke dhënë frymën e fundit, më thënë politikisht, mos keq kuptohem, Zoti Zjadin Sela u bë shpëtimi atij dhe ki mund të ishte një gabim. Po ashtu edhe Zoti Taravari kishte një gabim për shkak se nuk I shteri gjitha mundësitë që me argumente të mirëshim vesh dhe të vazhdonim të
të vazhdonte aleanca për shqiptarët, ishte unike dhe ishte një konkurente. Po tregojnë, dërgimi i zotit Taravari, po tregojnë se Zjatën Sela ka pas drejt, se sot ka pak nësi pikërisht zotit Taravari. Nuk mund të kesh drejt kur ti shkon edhe shpëton Aliametin. Deklaratat të qenë që do të shkoni vetëm zotri Sela te aleanca për shqiptarët. Deklaratat ishin të tilla, por realisht shërbimin më të mirë ja bonte zotit Aliameti dhe BDI-s, se ti do shkoje vetë. Shkurt lutna para se t'ja fjallën zotit Aliu. Janë një shembull për çka unë po flas për një kulturë të lartë politike. Për afrimi i dy subjekteve tashës me zotit Taravari dhe Zjatën Selës, duke ditur se benefitet janë shumë të mëdha, këta do kishin me dalë me një subjekt prej 9 deputetësh, ku do të diktonin politikat vetanake pastaj. Do të bëheshin peshe vërtet politike të cilët do të orientonin ose do të bënin presion edhe të kryeministri Mickovski rreth problemeve të cilat i kemi, ku janë ndryshimet kushtetuese e të tjera, i harrojnë gjitha këta interesa, gjitha këta benefite dhe merren me ata që i përmendi në fillim zotri Aliu, me ata teke, me ata probleme ballkanike ose inate, kapriç ose i tha. Kjo tregon që ne s'kemi larg pamësi. Ne lejetojmë me politika ditore, ku sot për sot ne t'ja dalim, pa shku, pa e bo një plan afat gjatë, se ku mendojmë, kjo rrugë, ku duhet na shpije, çfarë t'i ofrojmë qytetarëve, edhe nëse jemi në opozitë. Do me thonë, se opozita përmes bashkëpunimit me pushtetin mund t'ja dalë që disa projekte t'i realizojnë. Shkurt e kisha më fal. Zotri Aliu, në rast se deputetet e zotrit Taravari dalin nga qeveria, dalin nga shumica parlamentare faktikisht, pra ashtu siç kanë kërkuar dhe liderët e Vlenit. Çfarë do të ndodh me përfaqësimin e shqiptarëve në kuvent në atë rast? Pra, në atë rast nga 14 deputet sa ka Vleni, mbesin me 9 deputet, ndërsa Fronti Evropian apo opozita shqiptare nga 14 plus 5 bën 19 deputet shqiptar në opozitë dhe 9 jesin në pjesë e shumicës parlamentare. Çfarë ndodh me legitimitetin dhe me përfaqësimin e shqiptarëve në qeveri, por edhe në kuvent? Edhe një herë. Pra, deri tani krejt këta janë mjegulla, nuk kemi veprime konkrete, këta janë krejt retorika. Unë më duk se isha i qartë. Arkitektura në parlamentarizëm dhe në mbështetje e konditat e mbështetjes një qeveri janë grupi parlamentar. Grupi parlamentar është akoma Vlen. Nuk ka vendim posaçëm që grupi për 5 deputetëve i Aleancës për shqiptarët të funksionojë si grup parlamentar i veçantë. Po pyet hipotetikisht, çfarë nëse ndodh? Çfarë nëse tërhiqet? Hipotetikisht, nuk tërhiqen deputetët për shumicës, atëherë nën kupton se ti largohesh edhe nga qeveria. Pra, kretë kjo kakafoni nuk ka të etabluar kauz. Çka mendojmë ne me këtë? Këta bëjnë vetëm kalkulime për të ardhur në një rezultat, një epilog të favorshëm në zgjedhjet lokale. Themi, po të hipotetikisht, po tërhiqet Aleanca për shqiptarët nga qeveria, kemi detronizim të skenës, pavarësisht se ai ka. Atëherë përfaqësimi bëhet diskutabil. Përfaqësimi bëhet atëherë diskutabil. Por nuk jo që kanë faj partitë tjera që në Vlen, sepse ti ke tërheqjet. Por çështja është se a kanë vizion subjektet shqiptare se si duhet ta ulin dhe ta vënë gishtin në kokë kryeministri Mickovski. Unë nuk duhet të dëgjoj më në pafundësi se ne kemi raporte korrekte, ne kemi raporte të shkëlqyeshme me kryeministrin Mickovski. Kjo është deplasuar, ma. Unë nuk po them se duhet të atakohet kryeministrin në qeverinë në cilën ti merr pjesë, por duhet të thënë hapur shqiptarëve se kemi gjëra me të cilën ne nuk pajtohemi apo nuk ecin si duhet. Ju lutemi, nuk mundet, prandaj gjërat të duhet të definohen atje ku duhet, në kushtetut arrihet barazia. Jo si ti teket një kryeministri, edhe ai le të marrë 60 edhe 70 deputet një parti socialdemokratët apo demokratë. Ajo që është konstitucionalizëm dhe barazia e një komuniteti që ka një përqindje meritore, demografike, historike dhe autoktone si që është shqiptarët maqonik, nuk bëhen këto me marrëveshje politike. Gjithherë një profil i politikanit si zoti Zoran Zaev
apo Mickovski mund të bëjnë inkognito dille se si ne ti marrim edhe ti shtrydhim shqiptarët, merr një palë, mban qeveri, largon nga qeveria, merr palën tjetër dhe të luajnë gjithmonë ping-pong me vullnetin politik të elektoratit shqiptar, pavarësisht se për cilin subjekt kanë votuar ata. Pra këto çështje nuk janë të normuara. 22 vite kemi dëgjuar broshkulla, ne jemi fshtet formues, gjuha shqipe o gjuhë zyrtare, gjëra që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Është e vërtet se diçka ka ecë përpara, përfaqësimi shqiptarëve në institucione. Janë gjëra që nuk mund të mohohen dhe ata i përshëndet populli. Por jo dhe broshkulla se gjuha shqipe o zyrtare. Jo dhe broshkulla se shqiptarët janë shtet formues. Jo, kjo nuk është e vërtet. Janë shqiptarë shtet formues? Jo, ju lutem, shtet formësia, si mund të tjetë, si mund të themi se ne jemi shtet formues kur se cili kryeministër që vjen, nëse ti e zën ngusht me raportin e forcave në kuvend, me mandatët që kanë marrë, në qoftë se kanë ka 2 vëmëroja 50, këta 48, dhe ai atëherë detyrohet për të mbajt karikën e vetë të të bëjë disa koncesione, jo barazim në kushtetutë. A është ndryshuar kushtetuta, ju lutemi? A e përmbushëm ne kushtin, kondiciosine qua non kushtin për cilën nuk mundet për të ecë procesi integrimit ndryshimit kushtetuese, si që bëri Shqipëria. Raportin Bashkimi Evropian që duhet të bëjmë për të zgjedhur kontestin që kemi me shtetin fqinj Bullgarin. Ne jemi lidhë tani, a do të inkorporohen komuniteti bulgar në preambull, për nuk është kontestuese për shqiptarët në gjë të tillë. Këtë nuk e don pala maqedonase. Shqiptarët nuk janë fajtorë se nuk mund të bindet pala maqedonase, sepse pa ato ti nuk mund të mbledhësh 80 vota, 2/3 për ta bërë ndryshimin e kushtetutës. Nuk mund të themi se vleni është fajtor këtu. Bashkimi Evropian tash ka halle tjera e nuk merret me kontestin bilateral që ka Bullgaria dhe këtu më duket si e marrëzishme ish kryediplomati zoti Osmani dhe vetë Bashkimi Demokratik që janë për nuk janë fajtor as vleni as shqiptarët për një gjë shëndetësisht. Ne jemi pro-evropian. Le të pajtohen ato, le ta procedojnë, por jo vetëm komuniteti bulgar, këta disa bashkësi etnike të hinë për ambull, por Zotri Ali, kjo është vetëm pak. Kam patjetër të reagoj. Si nuk qenë ka fajtor vleni? Për çka u zotuan ata para zgjedhjeve? Na do t'i harrojmë ato deklarata. Po si? Që hajtë supozojmë se këta, po pse nuk e bëri ndryshimet kushtetuese Bashkimi Demokratik për integrim? Demokracia. Pse si bëni, Valon? Pse si bën ndryshimet? Demokracia merret me këto që i kemi. Deklaratat gjatë fushatës. Nuk merret. Jo, po ju vetë konstatut se ka lëviz çështjet shqiptare. A ka lëviz çështja shqiptare? Ka çështje që kanë lëviz. Gjuha shqipe pse nuk është zyrtare gjuha shqipe? Si? Pse nuk është zyrtare? Ne nuk kemi kohë ti ta vlojmë. Si nuk kemi kohë? Është njansa e koordinimit po, gjuha shqipe nuk është zyrtare. Si nuk qenë ka zyrtare tash? Kjo është, a di çka është kjo? Kjo është demagogjia e Mickovskit. Cila? Ç'është kjo? Si më nuk qenë ka zyrtare, prej se është fut vlenin qeveri, gjuha shqipe nuk është zyrtare, dolën thanë, kur filloj Mickovski me i hek tabela gjuhë shqipe. Dyta, si nuk qemi ne, ama kjo është defekt shumë i madh. Si ka mundësi ne nuk qemi populli shtetëformues. Si deklaron kushtetuta? Rambulla pse u ndru? Ti je politolog. Një akt që shkruhet vetëm në gjuhën shqipe dhe është valid në qarkullimin juridik, ajo është gjuhë zyrtare. Pikërisht. Akti që shkruhet në 2 gjuhë, ajo është gjuhë në përdorim zyrtar dhe gjuhë e përkthyer është. Si vetë gjuhë e përkthyer? Ju e keni nenin e kushtetutës, gjuhën të cilën e flasim më së paku 20% është gjithashtu gjuhë zyrtare. Paragrafi tjetër si thot Mapush? Shkaktojnë paragrafi tjetër. Ka më shumë se 20%. Rregullohet me ligj. Po kështu e rregullohet me ligj. Edhe nëse ti lexon vetëm atë paragraf. Deri porzit u ftut ju në konstitucionalizëm, kushtetutë ekziston. Po nuk i ke. Si? Nuk flasim se nuk e... Po tash... Gjuha shqipe nuk është qërë... Mire thra zoti Rama njerë. Gjuha shqipe nuk është vetëm çështje ligji, çështje kushtetutë. Ajo është çështje natyrore. Ajo diçka e falur prej Zotit, gjuhë më e vjetë. Nuk ka ligj, nuk ka shtet, nuk ka popull që mund ta injorojë gjuhën shqipe. Këta vetëm e pengojnë përdorimin si duhet që të jetë zyrtare. Në vend që të krenohen me një gjuhë të vjetër që kanë bashkëqytetarë shqiptarët, këta bllokojnë, këta
në mënyrë rigide interpretojnë ligjet e kushtetutën që gjua shqipe të mos jetë paket tretmanin e barabartë. Tash unë seriozisht jam të ju kuptoj. Deri para ardhes vlenit u respektu gjua shqipe. Tani nuk respektohet gjua shqipe dhe vleni s'ka faj. Njëri respektohet gjua shqipe. Absurditet. Valon. Pse nuk respektohet gjua shqipe? shqipe? Hek tabelat gjua shqipe. I largun gjithë shqiptar për pozicioneve kyçe. Vleni s'ka faj. Si bre? Ku janë ata? Nëpër borde të cilat i kishmin çdo ndërmarrje. Sot i ketë zëvendësuar me Maqedonas. I ke 30 e kusur drejtar shqiptar që kanë qenë në institucione. Ajo është mos koordinimi. Po pikrisht. Ama kush do të me vjavu gishtin fajtori. Po e thanë vetë më rrëlla se ne kemi mos koordinimi. Ama s'muna unë me hesh kur ti thu vleni s'ka faj. Si s'ka faj? Partit politike dalin. Ne thash nuk mund ta fajsojmë për integrimin e vendit, për ndryshimet kushtetuese. Po si nuk mund ta ato dolën zotri Taravari tha kemi një marrëveshje gentlemane. Nuk bëjmë qeveri, kanë ndryshuar raportet, po kanë gënjë, po du ta themi ne Po pse se bani BDI-ja ndryshimet kushtetuese? Pse si bani? Ata 5 vite më parë ngritën gyshtat se i hapëm negociata, pse se bani? Pse nuk u pajtohen, se ni bëshin pa votat e VMRO-s. Kjo është çështje numrave. Shiko, mund ti kritikojmë, po nuk mund t'u anveshim një gjë e cila varet për shumë parametrave, për shumë faktorë. Mirë, po as kjo nuk nënkupton që këta mundën me hedh valle nga përgjegjësia, se kanë dhënë premtime. Mos harro, në politikë premtimi, politikani kapet për premtimin e tij dhe realizimin ose mos realizimin e tij. Ja për shembull të them unë kështu. Profesor, Bashkimi Demokratik i premtoi elektoratit shqiptar se do të marrin për shembull kur pushteti i tyre, kur ata të qenë pushtet, forcat armatosura të shtetit bombarduan një lagje në Kumanov. Jemi dakord deri këtu. A e prunat farë monitorimin ndërkombëtar i FBI, për shembull, këta i premtuan shqiptarët se do të bimë ne hetim ndërkombëtar këtu të bëjmë. A erdhi ndonjëherë hetim ndërkombëtar me një ngjarje enigmatike në historinë e Ballkanit, ku u vran policë dhe u vran njerëz civil pavarësisht rastit se si ka ndodhur ajo, këta i thanë do të bëjmë monitorim ndërkombëtar, do të bëjmë hetim ndërkombëtar. A u shbosh ai hetim? Asnjëri se ka bën. Ka pas premtim edhe për këtyn e tjerë. A do të numëroj edhe 10 qendra të cilët kanë premtuar edhe këta bleni. Kemi tema tjera që do të diskutojmë. Nuk varet vetëm prej tyre. Ama ti je pjesë e qeverisë. Por çka merresh? Çka është programi? Zotri Bela, në rastin hipotetik që e pyeta profesorin. Por çka janë marrë vesh? Nëse kemi lëvizje të deputetëve nga ana e shumicës drejt opozitës, në çfarë pozicioni do të vjen zotri Mickovski, pra a do të kemi zgjedhje të parakoshme parlamentare së bashku me ato lokale? Nëse deputetët e zotrit Taravarit tërhiqen nga shumica dhe fronti qëndron unik me këto deputetë që i ka. Unë vazhdimisht po tentoj ta potencoj se nuk e kam hallin me zotrin Mickovski. Zotri Mickovski bile ky dallon prej zotrit Gruevski, ky është më pak intelektual. Ju e shihni, ka shku në ekstrem në antishqiptari. Sa që u deklaru, tha do t'ju kap përveshit. Ne kemi horç sekrete më në tregu prej do i vije koha asaj, mos keni merak, por si do qoftë. Shqiptarët duhet t'ulen fillimisht merren vesh me zvete. Shumë kollaj është punat e Mickovski. Besoni, nuk mundet qeverisaj pa shqiptarët. Por nuk e shoh këtë rrugun të këta që kanë mbetur në vlen. A e shihni ju, doli zotri Megjiti i gjindosur që thot populli. Edhe jo, do të kërkojmë edhe largimin nga qeveria, i ftoj anëtarët dhe simpatizantët e ASH-s së Taravarit që t'i bashkohen vlenit. Këta e kanë hallin me mbet qeveri edhe nëse i kanë vetëm 3 deputet. Nuk ja kanë një këtyne për legitimitetin e shqiptarëve kur e kanë bë qeverin, se se kanë pas. Pse po mendon tash? Edhe nëse largohet zoti Taravari, këto me 2 deputet kanë me nejt, se janë vazalt Mickovskit. E tha zotri Aliu, ku ke dëgju ti që 9 muaj ditë që këta e kanë kundërshtu diçka? Kjo është e rënd pak. Si? Përdorimi i termave të tillë, pra si Ai vazal. doli na tha do t'i ka përveshi, këta heshtën. Ti më mësu terme rënd është vazal? Unë e pa uftova në polici për këtë punë. A më ka thirë mund ndonjë politikan, ka da se ti e qytetari joni, pavarësisht bindjeve që ka i ke. Po çfarë jeni këtu në polici? Po jam ftu pikrisht për këtë punë.
Se këta të shkojnë, dëshirojnë ta heshtin çdo fjalë të lirë, çdo kritik. Pikërisht se dikush o friksu kur ka marrë debat këtu se ka marrë ta kërcënoi unë. Para mendonin çfarë absurdi. As policia, as inspektorët e Shkupit nuk e dinë për çka të kanë ftuar Valon. Se na ka ardhur letra prej Tetos, nuk e dim çka. Edhe një nonshalancë, jo profesionalizëm as i Çka ka qenë deklaratat tua në këtë emision nga java e kaluar, nga para 2 javësh? Ardha ime në debat këtu është kuptu se unë ka marrë në Teto për ta kërcënuar një politikan aktual. Edhe Valon çka ke ti, edhe është deklaratë, jo më kam qenë i ftuar atje në debat. Sidoqoftë, po du të them unë se nuk e kanë hallin e qytetarëve. Jo, paramendoni nëse këta nuk janë të rezervuar ndaj zotit Taravari që deri tje janë ul, kanë buzëqesh para neve. Paramendove për qytetarë, s'dojnë t'javë një këtë neve. Kemi arë në qatë pozit ku qytetari shifët, mos shprejna shumë keq, mirë po, me qësë jam politolog. Demokracia ka dështu nga vetë shqiptarët këtu. Jo rasisht ata nuk komunikojnë me qytetarët, i lojnë ashtu pa zhvillu, në mënyrë që të shkojnë njëherë në 4 vjetë, edhe vetëm ti mashtrojnë ashtu, dikon gjuhën edhe lek, i deri fort mirë, mashtrojnë me premtimet më dha, u merren votat, edhe jo mos komuniko. Në ndërkohë, demokracia kërkon kontakt vazhdueshëm me elektoratin. Përse? Sepse prej poshtë vijnë idetë. Ti kur bisedon me qytetarët japin ide, qoftë për ndonjë projekt rrugor, qoftë për ndonjë projekt edukativ arsimor, qoftë për shkencë. Mirë po këta, momentin kur përfundohet procesi zgjedhor, nuk ka komunikim, madje nuk kanë komunikim as me antarësinë e partive, ju e keni pasi merren, a ishte zonja Besa Kadriu në emision, a tha, kërkush s'na ka pyet neve për vendimet, as për emërimet e personave, 3-4 veta vendosin parti. Kjo më dhe mu, se ky mashtrim po vazhdon ndaj qytetarëve. Si ka mundësi demokracia funksionon në Evropë, e në shtetet perëndimore, të ne 35 vite mashtrojme demokraci. Ndërkohë, komunat e shqiptarëve janë zi e më zi. Nuk na kanë faj më Maqedonasit, realisht. Ata menaxhojnë për shqiptarët. Besjan, po të them diçka ekskluzive për emisionin tonë. Unë vlerësoj se në fat për 2 muajve, brenda 2 muajve, që do të thot plus minus para zgjedhjeve lokale, do të ketë rirështime në skenën politike. Dhe që nënkupton, 1 apo 2 deputet do të rirështohen të Aleanza për Shqiptarët. Nuk ta them për cilit grup. Ata janë 2 deputet që do të rirështohen të Aleanza për Shqiptarët. Dhe nëse Arben Taravari, pa mos denigru personalitetet të Aleanza e zotit Taravari? Po, dhe nuk përjashtoj mundësin që zoti Zjadin Sela, që të mbeta boshta përmendi parës, nuk them se ka gabuar, sa ishte në matë pozicione, ma në fund dueshte se për shkak të mungesës së vullët në aspekti juridik dueshte që bashkëtarët e vetë ti bashkan gjetë në një grupë dhe aje lujti në mënyrë maestrale aty. Aje në listën e Frontit Evropian e tabloi 4 deputet dhe është një negociatori i thukt. Ka pasur disa, ndoshta, si gjithë ne, njerëzit tjerë që gabojmë, edhe ai ka pas disa prononcime cilat ndoshta kanë qenë jo mjaftueshëm, të duhura për të thënë, megjithatë nuk kanë qenë ato as dramatike, sa ka pasur prononcime dramatike vetë ai ndaj zotit Ali Ahmeti edhe kolegëve tjerë në Frontin Evropian, por jo ngëlltit ato fjalë, ai në familjen e tij që ka themeluar si parti politike, nuk është keq dhe nuk është vështirë dhe unë paragjykoj se jo që ai s'ka ku shkoje edhe do të kthehet, por kthehet në matricën e vet. Dhe në qoftë se bëhet ky rikonfigurim me rirështimin e këtyre 2 deputetëve brenda 1 muaji e gjysmë tani 2 në radhët e Aleancës për Shqiptarët, unë mendoj se kjo do të jetë shëndet për demokracinë, nuk do të jetë as në dëm të vlenit, as në dëm të Bashkimit Demokratik për Integrim apo Frontit Evropian, por thjesht do të jetë për shëndetin e demokracisë dhe Aleanca për Shqiptarët mund të shndërrojë në një kingmaker politik në të ardhmen. Deputet nga kush? Nga Vleni, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nga Aleanca e Selës, nga kush do të dalin këto? 2 deputet nga Fronti Evropian. Nuk ta them tani nga cili subjekt politik. Nuk ta them tani. Okej.
Zotri Arifi, për shkak se jemi dikun nga fundi i emisionit, do kisha dashur di se cili do të jetë roli i VMRO-s në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në tetor dhe nga kush do të hanoj VMRO-ja? Shif, kjo pyetje, besoj se është edhe ajo kryesorja e cila do determinoj, më thënë, ngjarjet të cilat do të ndodhin brenda koalicionit Vlen pas këtyre fërkimeve ditëve të fundit. Sigurisht se votat të cilat i kanë disponim me aktivistët e vetë VMRO-ja janë faktori edhe kryesor të cilat edhe ndikojnë për të fituar shumë komuna si Tetova, Gostivari, Struga dhe po do kthehem fillimisht te tema aktuale ditës sotshme, ku kërkesa për largimin, ose jo largimin, po nënkuptohet largimi i aleancës për shqiptarët nga qeveria, vetë fakti se do duhet kërkohet nga kryeministri rinegocim të pjesëmarrjes në qeveri, më duket kjo një mendësi e njëjtë si mendësi e Artan Grubit. Për shkak se këto ngjarje, këto filma i kemi parë dhe më përpara, duke larguar fillimisht lëvizjen Besa, Alternativën, 2017 në Aleancën për shqiptarët, nëse kemi të freskët momentin kur duheshte ministri i shëndetësisë, të më thënë nuk e pranonte BDI-ja, po tash doli vetë apo e detyruan, është e njëjta punë. Po në këtë rast unë mendoj se kjo nuk do ndodhe vetëm për një arsye. Nuk do del Aleanca nuk do del nga qeveria dhe do ishte gabimi më i madh i kryeministrit nëse do bënte një gabim të tillë për shkak të peshës politike të cilën e ka Aleanca për shqiptarët, edhe për shkak edhe të zgjedhjeve të cilët i kemi bazdere. Unë mendoj... Megjithatë, kur janë bërë bisedimet, më falni si unë ndërpres, kur janë bërë grupet punuese, pra kur janë taku, ka pas përfaqësues edhe nga Aleanca, edhe nga Alternativa, edhe nga Besa, edhe nga Lëvizja Demokratike. Pra, marrëveshja me zotin Mickovski është bërë si Vlen. Po, është bërë si... Nuk i kanë bërë tek atek shumë dakord. Po megjithatë, zoti Mickovski për atë shumë e rëndësishme qyteti i Shkupit. Dhe ai sigurisht se do ketë të bëjë një llogari të vetën brenda VMRO-s, kush atij i duhet më tepër. I duhet Aleanca për shqiptarët, ndoshta i duhet Izet Mexhiti me Lëvizjen Demokratike në Shkup ose BDI, për shkak se Vleni nëse kthehemi mbas në zgjedhjet e fundit parlamentare kishte diku 23.000 vota, çfarë ishin vetëm të opozitës atërshme, dhe këto vota janë ndoshta edhe kryesorët, ata të cilët do të përcaktojnë po fituesin nesër. Po unë mendoj se nuk do e përjashtoja në asnjë variant për shkak se raportet ashtu siç ka thënë edhe zoti Taravari, edhe liderët tjerë të Vlenit janë të shkëlqyera me kryeministrin dhe me sa unë jam i njoftuar nga miqtë e mi që i kam të shumt, për çdo marrëveshje cilën kanë arritur me kryeministrin ai ka mbajtur fjalën. Problemi është te performanca e vet partive të Vlenit dhe... Pastaj se ka mbajt fjalën për shumë projekte. Jo, ai ka mbajt fjalën, ai ka mbajt... Unë nuk duhet të bëj avokatin atij, po për shkak se kemi korridorin 8, investimet të visë shqiptare nëpër komuna shqiptare, projekte të cilët... Tash unë e kuptoj... Ku është, tregomi qërë, ja, po tash do t'i them. Ku është huamarrja nga Hungaria? Ku janë parë? Huamarrja nga... A din që s'janë askund ato parë? Jo, nuk është e vërtet. Në Tetov, në Gostivar dhe në gjitha edhe qytetet që menaxhohen nga partitë politike shqiptare janë duke u zhvilluar investime sikur më parë. Vetëm në Gostivar unë e di se janë në realizim mbi 15 projekte. Në Tetov janë shumë projekte. Ne për çdo ditë në gjitha vendbanimet shohim duke ardhur era asfalt. Jo vetëm në Tetov, në Gostivar dhe gjitha vendbanimet sikur më parë. Është shumë e vërtetë se këto janë huamarrje dhe ne do t'i paguajmë nesër, po për dallim që dikur këto mjete përfundonin në përgjepat e Soravis edhe të aktivistëve dhe të funksionarëve të BDI-s, sot qytetarët shohin ndryshim. Në këtë aspekt, tash për shkak problemeve të cilët i kanë brenda,
është një çështje tjetër. Komuna e Gostivarit, ku përfundon atë? Tash ne nuk e dim. Tash po i dishet ti Sovravis, nuk i dishet Taravarit, tash tregoj korrekt edhe ndaj tjerëve. Nuk e fakte, për shkak se unë nuk e di. Po mos harro edhe një punë. Nëse 24 milion kishte borxh komuna e Tetovës, sot nuk i ka 24, ka gënjeshtër është kjo. I ka edhe më shumë. Jo, nuk është gënjeshtër, për shkak se ke kontabilistin Aslan Koka që doli e tregoi mashtrimi që bëhet. Çdo borxh planifikohet për vitin e ardhshëm në mënyrë që mos del aty te raporti. Edhe në Gostivar është punuar qytetarët shohin ndryshimin dhe ti nuk jeton Tetov, ti jeton nuk e sheh ndryshimin se si e shohim ne. Po të kthehemi vetëm te tema. Bashkë punëtor 6 muaj pa rroga, vetëm kemi përfunduar është bën një orë për kur kemi filluar. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, është shpifje. Po kishte nuk ka protesta për punëtorëve. Po jo, nuk ka 6 muaj, mund të kenë qenë 2 muaj dhe gjithë kanë marrë protestat, po i mohon edhe qytetarët. Po jo, janë ishin të motivuara politikisht. Ishin protestat punëtorët në NPK-s. Punëtorët ishin të motivuar politikisht dhe nuk është e vërtetë. Ata kanë marrë shumica. Ata nuk ke një urinkat. Vetëm këtë deshta të shtoj. Kemi arritë minutazhin e paraportit. Ishte pyetja e mbështetjes zotit kryeministër për partitë. Unë mendoj se ka zgjidhje në rrethin e ditë, varësisht se cila parti do jetë, qoftë zoti Taravari, qoftë Vleni i mbetur, unë mendoj se ai në ato komuna ku do të garojnë partnerët e koalicionit do të mbështes njëjtët. Në komunat tjera ku mund të jenë ngarë të dy bashkë, mendoj se do të lënë dorën e qytetarëve që ata të zgjedhin vetë. Unë nuk mendoj në asnjë mënyrë se Aleanca, me gjithë dëshirën e madhe të mendësisë Artan Grupit, që ta largojnë nga qeveria, nuk do kenë sukses. Nëse do insistojnë, mos harro edhe këtë mundësi që unë mendoj se mund të kthehet Zjadin Sela dhe ajo pjesë e Aleancës të bëhen bashkë, të bëhet një fuqi prej 9 deputetëve dhe atë çfarë tha Qenani, unë mendoj se jo di, po do jenë edhe më tepër dhe nuk dua t'i përmendi emrat se unë e di sakt se çfarë edhe kush është i gatshëm të vijë. Na i thoni këtu. Jo, për hir publikut ne ja kemi borx, po për hir të procesit që është duke zhvilluar, nuk është mirë ta themi. Unë mendoj jo. Ne si gazetar e kemi për borx, ne sa të kemi pyetur për njerëz. Unë mendoj mendësia e Artan Grupit mund t'i kthehet bumerang kësaj radhe, ata të cilët kërkojnë ta nxjerrin zotin Taravarin mund dalin edhe vetë nga qeveria për shkak se janë faktor shumë më i vogël se zoti Taravari. Zoti Elio, shkurt lutem, do ta përfundojmë emisionin. Me që u morëm me Vlenin, me Arben Taravarin, me zotin Sela, me BDI, ta përfundojmë me Tetovën, jemi në Tetova, zoti Valon është mysafir në Tetovë, e përmendi Tetovën. Unë zotin Kasami, Bilal Kasami, kryetarin e komunës, se unë nuk jom banor, as votues i komunës Tetovës, jom në një komunë tjetër. Po jom çdo ditë jom në Tetov që ta bëj rahat zotin Valon. Ka gabime, ka lëshime, qeverisja është sidomos në varet në çfarë pozicioni e merr, por nuk duhet të denigrojmë njerëzit. Unë Valon po ta bëj me dije se në Tetov Bilal Kasami jo që ka bërë në i bunë, kush di, por djali është mundu, sipas mundësive dhe kapaciteteve buxhetore që ka, është mundu të punoj diçka dhe vlerësoj se qytetarët e Tetovës e vlerësojnë angazhimin e zotit Kasami dhe këshillit komunës. Dhe këte do ta dëshmojnë në zgjedhjet lokale. Nuk hiun e buxheti shumë subjektiv, zoti Çani. E filluat se unë jam musafir, unë jam dhëndër Tetovë. E dyta, mua më tregoni subjektin ku kam qenë se si është, nuk ta tregoj Besa Kadriu e vetmja femër. E vetëmja femër, si u shqel mua bjadi su pikërisht pikë të personet. Nuk i di, nuk si më qohë. Zotri ju keni një kryq gjigant në Popoa Shop, për cilën ju e keni në Shkupo, Valon, në Shkupe keni nuk e di sa vjetë kryqën e keni. Të ndëruar shikues, ju falenderoj shumë për vëmendjen, ishmi së bashku me zotrin Qenan Aliu, Valon Belen dhe zotrin Latif Arifi.
Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë do të takofshim të njëjtën e radhës.